Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po japim lajmet në televizionin 4+. Provimi kombëtar për ciklin bazë të arsimit VANAF për klasat e 5 të shkollave 9 vjeçare u zhvillua sot nga 561 nxënës në 8 qendra në Lushnjë. 11 vjeçare të shkollës jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa morën pjesë në provim. Provimi kombëtar për ciklin bazë të arsimit për klasat e 5 të shkollave 9 vjeçare u mbajt sot në Lushnjë dhe në të gjithë vendin. Janë 8 qendra në rreth ku 561 nxënës zhvilluan provimin. Nxënësit me aftësi të kufizuara që frekuentojnë shkollën do të jenë pjesë e tij, por sigurisht në planin individual edukativ me të cilin punojnë bazuar mbi veçoritë e tyre. Testi ka kombinuar pyetjet nga gjuha shqipe, matematika dhe dituria e natyrës. 11 vjeçarët e shkollës jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa gjithashtu dhanë sot për 1 orë 30 minuta provimin shoqëruar me emocione. Në fillim, kur u futëm për të bërë testin, kishim emocione, por pas një gjysmëore kuptuam që testi ishte i lehtë dhe filluam ta plotësonim. Gjithashtu, mësuesit atje ishin të mirë dhe nga mësimet që mësuesja jo na ka dhënë dhe na ka përgatitur për këtë test, ne plotësuam të gjitha ushtrimet me lehtësi. Një falënderim edhe për mësuesen time që gjithmonë e gatshme për na ndihmuar neve. Në fillim ne kishim shumë emocione, por më pas filluan ta kuptonin që testi ishte i lehtë. Filluan t'i plotësonin edhe me një lehtësi shumë të madhe. Falenderojmë Zyshën që ka përkushtuar kaq shumë kujdes ndaj nesh, edhe shpresoj që të kemi dalë sa më mirë në test. Provimi ishte shumë i thjeshtë, në fillim me gjithë klasa kishte emocione. Menduam se nuk do t'ja dinim, por kur pam se si ishte testi, ja arritëm më së miri. Nuk e dim se si kemi dalë, por shpresojmë që kemi dalë shumë mirë. Një falënderim i madh shkon për mësuesen ton Laureta, e cila na ndihmoi gjatë këtyre 5 viteve për kushtim ndaj nesh. Mësuesja kujdestare e klasës së 5, Laureta Lame, uron nxënësve suksese në klasën e 6. Sot u zhvillua provimi kombëtar i klasave të 5-ta. Ishte një provim i lehtë, do të thoja, pak të nxënësit kështu e konceptuan. Vazhdoi shumë normalisht, me qetësi, me rregull, konform të gjitha rregullave. Kur dolën nxënësit, i pash ishin të qeshur, të gëzuar. Unë i falenderoj shumë për punën e madhe që kanë bërë në tërë këto vite, por edhe për përgatitjen e këtij testi, dhe jam shumë e sigurt se duhet të kenë dalë me rezultate shumë të mira. I falenderoj nga zemra. Suksese dhe dalshim faqebardh dhe në rrugën e mëtejshme. Kujtojmë që provimi nuk ka nota dhe as penalitete për nxënësit që do të dalin dobët në të. Prindrit dhe mësuesit VANAF-in e quajnë të panevojshëm dhe që ngarkon nxënësit emocionalisht. Mësuesi Klement Çela shprehet se nxënësin e vlerëson shumë mirë vetë mësuesi i klasës. Provimi kombëtar për 11 vjeçarët e klasave të 5-ta, i cili ka disa vite që zhvillohet në Shqipëri, nga prindrit dhe mësuesit quhet i panevojshëm dhe që ngarkon nxënësit emocionalisht. Mësuesi Klement Çela e konsideron provimin e klasës së 5 të paefektshëm, pasi nxënësin e vlerëson shumë mirë mësuesi i klasës. Sot e nisa këtë ditë duke shoqëruar ti me bi në provimin e VANAF-it që zhvillohet me nxënësit e klasës 5 në Republikën e Shqipërisë. Një provim i cili ka 3-4 vite që eksperimentohet në Shqipëri, një provim i cili nuk bën asgjë tjetër përveç se i shton ngarkesa emocionale të mëdha fëmijëve. Në gjykimin tim, por edhe të shumë prindërve apo edhe mësuesve, ky është një provim tetë i panevojshëm, një provim i cili thjesht i sjell ngarkesë dhe nuk sjell asnjë rezultat dhe asnjë pritshmëri apo asnjë komponent që nxënësit i nevojitet për në të ardhmen. Gjykoj që jo vetëm ky provim, por edhe i provimit i lirimit është një provim i cili bëhet kot, sepse nuk ka asnjë lloj vlere dhe asnjë lloj efektshmërie. Mendoj që duhet rishikuar. Ky provim nuk duhet të bëhet më, sepse nxënësin e vlerëson shumë mirë mësuesi që e ka pasur për këto 5 vite. Nxënësin e provimit lirimit e vlerëson shumë mirë mësuesi që e ka çdo ditë aty. Dhe nuk ka pse të testohet, të jepet kjo trysni, të jepet kjo ngarkesë, kur në fund rezultati është ai që dihet, thjesht me vlerë statistikore, që nuk i vlen për asgjë asnjë fëmijë dhe asnjë nxënës në Republikën e Shqipërisë. Ky është qëndrimi im, por qëndrimi i cili është i matur nga shumë prindër, nga shumë mësues,
që krijon vetëm hamulli dhe asnjë gjë tjetër. Tashmë ky është fakt, kjo është përvojë që ne, siç thash, e provojmë ne mësuesit apo dhe në rastin konkret si prindë e provojmë për disa vite. Për të gjithave unë dua t'i uroj çdo fëmijë të klasës 5, çdo nxënësi t'i uroj shumë suksese, dalë faqe bardhë dhe me sa më shumë arritje. Po ashtu, duke qenë në periudhë provimesh gjithandej, si mësues, por edhe si prind, dua t'i uroj të gjithë nxënësve, qoftë të provimet lirimit, qoftë kryesisht maturantëve, paci sa më shumë suksese dhe ju realizoft çdo dëshirë. Rezultatet e VANAF-it i duhen Ministrisë së Arsimit për të parë nivelin e arritjes në përfundim të ciklit të fillores. Pjeshkët dhe nektarinat në Fjershegan janë dëmtuar rënd pas breshërit të një muaji më parë. Prodhimi i caktuar për eksport do të shitet në vend me çmim të ulët, 50-60 lekë të reja për kilogram. Fermerët në fshatrat Than, Qinar, Koçaj, Fjershegan, Barbullinj të njësisë administrative Fjershegan, të vendosura në pjesën jugperëndimore të rezervuarit të Thanës, prej 30 vitesh janë specializuar për prodhimin e pjeshkëve, ku për kultivimin e drufrutorëve ka mbi 200 hektarë në prodhim. Por 15 minuta breshër që ra një muaj më parë ka prekur cilësinë e prodhimit që këtë vit është vetëm për treg të brendshëm, jo për eksport, me çmim mesatar 50 deri në 60 lekë të reja dhe me shumë mundësi çmimi do të pësojë sërish të rënje për shkak të cilësisë jo të mirë. Një vit më parë çmimi ishte 200 lekë për kilogram. Këto ditë ka nisur dhe vjelja e nxjerrja në treg e pjeshkës dhe nektarinës me rreth 50 deri në 60% të prodhimit krahasuar me një vit më parë. Ne nga ka dëmtuar shumë breshi fakisht, e ka bërë copa, qysh në lule, në kokër, edhe si versionë në shteti s'kemi fare në asë mënyrë në më në flasë, të përdorën e rjetë, mulese ku di unë ndërhyrje më thetë thaqë. Para 4-5 vjetës në ara, para breshi, erdhën ata, i ben Terezit, erdhën në lëvizin, shikun i ben, asi se nuk në ben, asi gje fare. Tani ne këtu në këtë mes jemi shumë të dëmtuar nga punë e breshit. Po patë mundësi qeveria të në animoj. Patëm shumë dëmtime, edhe nga dëmtimet dhe malli s'është i sakt. Trektari po s'ka faj da marri se është i dobët, çmimi po është i lëvizshëm si mas mallit. Tani rendimenti është i ulët nga vjet. Si vjet ka shumë, sepse e hoqën tërë ato të ishin prishura. Edhe ngelen 1% e ulët shumë. Nga kjo tani në shtetin e s'besoj na ndihmon njëri. Nuk keni mundësi ju vetë si fermer të ambuloni me qa dhe mbulojmë neve, me 600 lekë kile, mbulode, 500, 600, 400, si mas mallit, është si vjetë shumë dobët. Po të shikosh të kajsia është e gjithë goditur, me sa të shitet e, kush da marrit? Kemi shumë probleme, tani subvencionim në shtetë, ne kërkojmë, po deri tani nuk kujtohet njëri. Të kjo parcel tu kam 1 hektar, breshi im ka dëmtuar, e kam hedh gjysmën tokë. Gjysmën me zi pa shesim është dëmtuar. Ja, si që shikon. Për tregun e branqëm, të pak të nxjerrim pak shpenzime. Mulojmë në i shpenzim të vogël. Po jemi shumë të dëmtuar. Po këshu në subvencion në qoftë për rjetën, për të ambulluar, apo për sigurimin e këtyre? Deri tani nuk kemi asnjë ndim. Deri tani. Vetë nuk e mulojmë dot se kushton shumë. Kushton në shkosto lartë të ambulosh parcelat. Jemi dorë Zotit me pak fjalë. Fermerët jashtë kamerës shprehen se prodhimi nuk është i siguruar nga fatkeqësitë natyrore, pasi asnjë kompani sigurimesh nuk e ofron. Ndërkohë që nuk ka asnjë lloj skeme mbështetëse për këtë kulturë nga ana e qeverisë shqiptare. Kryekomisioneri i zgjedhjeve të 11 majit, Ilirian Celibashi, në konferencën për gazetarët u shpreh se nuk ka kontestime për rezultatet brenda vendit. Kurse për pretendimet e Partisë Demokratike për trenin bullgar, ai tha se rasti do të hetohet nga organet përkatëse. Kryekomisioneri i zgjedhjeve të 11 majit, Ilirian Celibashi, ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve në konferencën për shtyp. Ai tha se nuk ka kontestime nga palët për tabelat që paraqesin rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve brenda vendit. Nuk ka flet votimi të shtuara as vota të trafikuara. Mbetet të vlerësojnë pretendimet që lidhen me sa është respektuar integriteti i votës së qytetarëve në procesin e marrjes së zarfave dhe kthimit të tyre përmes kthimit postar.
Pyetje sa u aplikua treni bullgar në votime, Ilirian Celibashi ju përgjigj se nuk na është bërë me dije, por ajo që mund të them pa hezitim është se rasti duhet të hetohet nga organet e procedimit penal për t'i dhënë përgjigje shqetësimeve të paraqitura publikisht. Ne jemi në një marrëdhënie kontraktuale me DHL-n dhe jemi në momentin kur do duhet të ulemi dhe do të ulemi me atë si kontraktorin ton dhe të shohim se si e kanë përmbushur detyrimin kontraktual. Për momentin nuk mund të bëj komente, jo për momentin, po nuk jam i lejuar që të bëj komente dhe të jap opinione në lidhje me shërbimin e DHL-s. Ne do të vlerësojmë kontratën, dhe vlerësimi i kontratës nuk është opinion, është interpretim i zbatueshmërisë së kontratës. Do të ulemi me atë më së pari dhe pastaj do të themi ky subjekt, pra operatori, e ka përmbushur detyrimin kontraktual apo jo? Jo, nuk kemi djeni, nuk në është bërë me dije, por ajo çfarë mund të them pa hezitim është që rasti do duhet të hetohet, të verifikohet nga organet e procedimit penal. Duhet, patjetër, për t'i dhënë përgjigje shqetësimit të paraqitur publikisht. Për votime brenda vendit, në djenim time nuk ka kontest për përmbajtjen e tabelave të rezultateve. Nuk e di të them për të gjitha rastet 100%, por ne sa herë që kemi një shqyrtim, një miratim të tabelës përmbledhëse, e kemi në atë moment informacion në lidhje me miratimin apo jo të këtyre tabelave nga anëtarët e KZAZ-ve përkatëse. Dhunoi nënën e tij dhe arrestohet 35 vjeçari në Lushnjë. Policia e Fierit arreston një 25 vjeçar se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj ish të dashurës së tij 17 vjeçe. Dhunoi nënën e tij dhe vjet në pranga 35 vjeçaria më banues në fshatin Kashisht. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për këtë shtetas. Policia e Fierit ka referuar materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin HM 25 vjeç, banues në fshatin Peshtan, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj ish të dashurës së tij 17 vjeçe. Gjithashtu, policia e Mallakastrës referoi materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin AS 52 vjeç, banues në fshatin Ninësh, pasi dyshohet se për motive të dobta ka goditur me send të fortë një 87 vjeçar. Policia rrugore ka referuar materialet në prokurori për shtetasin FS 47 vjeç, banues në Lushnjë, pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje. Materialet procedurale për këta shtetas ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Ky është edicioni i lajmeve për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.